Bashkia e Vlorës ka ndërmarrë një nismë të re për të forcuar lidhjen mes administratës dhe qytetarëve, duke prezantuar së shpejti platformën digjitale Vlora Ime. Kjo platformë vjen si një risi nga administrata e bashkisë dhe synon të kthehet në një urë komunikimi të drejtë për drejtë mes qytetarëve dhe institucionit të Bashkisë së Vlorës. Lajmi konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora nga burime pranë institucionit më të lartë vendor. Përmes Vlora Ime, çdo qytetar do të ketë mundësi të shprehë ankesat, shqetësimet apo problematikat që as në përditshmërinë e tij, në lidhje me shërbimet publike, infrastrukturën, pastërtinë, ndriçimin dhe fushat të tjera të jetës urbane. Përveç kësaj, platforma do të shërbejë edhe si një mjet për të dhënë sugjerime dhe ide për zhvillimin e mëtejshëm të qytetit. Vlora Ime do të jetë platforma që shumë shpejt Bashkia e Vlorës do të vendosë në dispozicion për qytetarët. Çdo kush i cili ka një ide për zhvillimin e qytetit apo një problematik që lidhet me shërbimet, mund ta shkruajë atë në këtë platformë, e cila do të jetë në dispozicion të qytetarëve në 24 orë. Me këtë nismë, Bashkia e Vlorës synon transparencën dhe përfshirjen qytetare. Vlora Ime do të jetë një platformë e hapur dhe interaktive, ku qytetarët mund të shkruajnë, të dërgojnë njoftime, ankesa e kërkesa, të ngarkojnë foto dhe të ndajnë në mënyrë të drejtë për drejtë shqetësimet apo propozimet e tyre. Qëllimi është krijimi një midisi transparent dhe gjithëpërfshirës, ku çdo zë të dëgjohet dhe të marrë vendimarrjen e duhur nga strukturat përkatëse të bashkisë. Detajet teknike dhe mënyra e funksionimit të platformës do të bëhen së shpejti të ditura për publikun përmes njoftimeve zyrtare të Bashkisë së Vlorës. Kryetari i ri i bashkisë Elisa Lili ka theksuar se një ndër prioritetet kryesore të punës së tij do të jetë përmirësimi i infrastrukturës rrugore, por edhe shërbimet në rrjetin e kanalizimeve në qytet. Po ashtu, ai do të vijojë me ndjekjen e projekteve që janë aktualisht në proces, duke siguruar që ato të realizohen sipas standardeve dhe brenda afateve të parashikuara. Në fokus do të jenë edhe projektet e reja zhvillimore, të cilat do të bazohen në cilësi, planifikim të mirë dhe ndikim pozitiv afatgjatë në jetën e përditshme të qytetarëve të Vlorës. Platforma Vlora Ime do të jetë në shërbim të qytetarëve si një risi nga administrata bashkiake dhe ajo shumë shpejt do të vendoset në funksion.